çuditjet një ditë bukur në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë të dalin të dy të bashkojnë votat, se ata po të bashkohen ndrojnë kushtetutën në shpend. Po. Ata e ndrojnë kushtetutën. Por unë prap kam besim se SPAK-u është investim i gringove. Nuk është, le të themi, investimi këtyre. Pavarësisht se edhe këta e votuan 140 reformën drejtësisë. I kapën prej veshit gjithë. Vajtën gjithë atje, rreshtore. E njëjta gjë ndodhet edhe tani, se unë nuk besoj se ato miliona euro dhe figurën dhe reputacionin e vet, Amerika do ta lëshoj për çfarë? Për Belinda Balluku që se din fare kush është? Për një person i cili është akuzuar për vjedhje? Se Rama sot po thoshte sikur këta vlla po i bëni pa drejtësi kësaj zonjës. Po ta dëgjoj, dikush që nuk e ka ndjekur situatën, ose është emigrant jashtë, e shikon vetëm këtë fjalim të kryeministrit Rama, thotë ore po pritet dhe çfarë që nga këta gjykatës e këta prokurorët SPAK-ut, të cilët ndërhyjnë të pushteti i kryeministrit dhe duhet t'ia shkatërrojnë këtij qeverisje. O zotri, ata kërkojnë të arrestojnë se kjo është kapër duke vjedhur. Shkurt fare. Nuk dolën një ditë bukur ata dhe po thonë pse s'po arrestojnë ata Elisa Spiropali në këto momente. Pse nuk e privojnë ata të thonë nuk do jetë me ministre jashtë në zonjë. Po. Apo në ministër tjetër se s'po vjen emri shpenë se aq shumë njihen këta kanë kontribut sa emrat se di më, kupton? Po. Dhe pikërisht e kjo zonja, po se kjo doli më zotri. Janë prishur rrugët, po shpjo rrugët. Rrezikojnë tunelet, probleme me sektorin e energjisë, abuzime miliona euro me tendera. Dhe SPAK-u thot, hiqeni imunitetin, kësaj dhe ma sillni mua. Pastaj gjykata thot, është e fajshme, është e papajshme. Këta fshihen tani mbas imunitetit. Po pritëm se ne kemi tërë budallënj. Këta që merren edhe me krim, me punë të pista, po këta që janë budallënj shpesh. Po zotri, po bëuni ministra, hidhni lekë aty, blini deputet dhe ju edhe. Miliona euro tendra, çfarë rrezikoni kot nga 20, 25, 30 vite burg? Bëvën dhe deputet aty, ministër, maksimumin e arrest shtëpie, legjitimon pasurinë. Ku ka më? Investimi më i mirë i mundshëm. Ngrohesh me ligj, vith ç'a duash, bëj ç'a duash, nuk të hyn asnjë gjë në këmbë. Pra, rrezikojnë jetën kot aty me edhe miliona euro me punë pista. Ministër, investimi perfekt. Pra, është e tmerrshme për në vitin 2026 tani. Këta po na kthejnë në komunizëm shpesh. Ç'a ndryshimi ka tani nga koha e Zotit diktatorit Hoxha. Asgjë. Kemi lirinë, ç'a liri kemi? Liri që flasim. Këta po na vjedhin lekë të ilaçeve më kur në spitale. Këta po na vjedhin librat e fëmijëve, të ardhmen jetën e fëmijëve. Se jeta jon po ikën e po ikën. Ç'a duan të na bëjnë më shumë? Shikoj. Ka liri këtu se na lënë të shikojmë Big Brother. Shikoj vllai, më ka ardhur një mesazh dhe më ka shkruar një banore e Rjollit. Edhe më mirë se sa bashk unë nuk mund ta si to të shpene ty nuk mund ta trajtoj dot, a kupton? Unë do ta marr tani live në telefon. Dhe shikoj. Është një zonjush ose zonjë, nuk e di. Nuk ja them dot emrin sepse ka merak se s'ka problem. I shkojnë, thot: "Përshëndetje, unë që po ju shkruaj jam një banore e Baks Rjoll. Besoj se këto ditë na keni ndeshur diku në për lajme. Ne kemi një problem shumë të madh, po na plaçkitet prona. Jo vidhet se vjedhja bëhet në fshetësi, po na plaçkitet para syve tan thot. Jemi në përgjykata, prokurori dhe as i zgjidhje. Ne po vazhdojmë të protestojmë, por sot gazetarët na thanë kemi urdhër të mos vijmë më atje. Në fakt, në këtë betejë media ka qenë një mbështetje shumë e madhe dhe pa të do e kemi shumë të vështirë, sepse do na masakrojnë pa u shqetësuar fare nga kamerat. Do ju lutesha të na ndihmoni të vazhdojmë t'i japim zë problemit ton. Nëse dëshironi mund të bëjmë një telefonat që t'ja u sqaroj komplet situatën. Tani, unë do t'i shkruaj zonjë, përshëndetje. Flet dot. Jemi live.
Dhe po e marr direkt vlla. Po e marr direkt. Besoj se ti e gjon këtu. Po. Alo, përshëndetje, Shpend Gashi nga Tru Podcastit që thonë, zonjë. Përshëndetje, Shpend, si jeni? Jemi live, po të paralajmëroj që jemi live. Po, pas problem. Do jem vetëm në telefon, vetëm me zë, se nuk jam në figru fare përgatitur. Po s'ka problem, vetëm me zë, kështu si shea, e ke problem? Super. Nuk kam problem fare, si është dëmdu dhe se kam bebin e vogël që të mos na interferoj. Ta kesh me jetë, zonjë. Ta kesh me jetë. Faleminderit. Tani unë jam me inxhinier Azmer Duleviçin këtu, në live-in ton të përjavshëm, të çdo të hënë. Dhe më lexova mesazhin që më keni shkruar juve. Faleminderit për mundësinë për të folur, për të komunikuar problemin që ne kemi në lidhje me pronën tonë në Rion. Po, a mund ta bësh apelin, mund ta thuash këtu, Tru Podcasti duhet zëri gjithë juve banorëve që keni problematika me pronat e me gjitha me radhë, sepse mua më janë prishur vetë pronat nga ky shtet i pashtet. E ke thënë fiks shtet i pashtet. Në realisht ne kemi një pronë aty që të parë tonë kam blerë në 1930-ën nga familja Jukaj. Po. Kemi dokumentin që pronë është blerë dhe dokument është interesant fakti është që ne kemi blerë një pjesë aty dhe thotë që shëfitar ma të tokën që ne kemi blerë jemi po ne. Në bazë të kësaj, pasha vazhdo në gjithë historia e zhvillimit të pronës dhe në vonë ne kur është bërë konfiskimi i pronës të kompanies për... S'ka problem, nuk ka si lloj probleme. Për konfiskimi i pronës në 47 nga shteti komunist, po prapë ne kemi dokumentet që na është konfisku prona. Kemi bërë një proces gjyqësor pastaj në 1996, ku kemi bërë njohjen e kufive të pronës me shëqetar dhe na është njohur pronës që janë 409 tokë të tonat aty. Po. Siç janë, domethënë sepse normalisht edhe nga bazë edhe për efekt, unë po flas për familjen time momentalisht. Absolutisht, aty është dhimbja jote zonjë. Për familjen tënde do flasësh. Është bërë procesi gjyqësor për tokën që ne kishim, është njohur toka, ka vazhduar pastaj, normalisht ne u bë që u bë aplikimi për të regjistruar pronën, që s'u regjistrua asnjëherë. U vazhdu pastaj më vonë në 2008 kemi zhvilluar edhe një gjyq tjetër për të njohur pronën që kemi ato kufin të pronës sipas konfiskimit të kohës diktaturës. Pastaj është depozituar dosja në ATP dhe dosja vazhdon tjetër dhe sot në ATP dhe nuk është trajtuar asnjëherë dhe ne s'kemi marrë si përgjigje të sipas kërkesave që kemi bërë, janë këto disa përgjigje formale me përgjigje tipi që do vazhdojmë, sepse jemi akoma në afatet kohore dhe deri në filandat është afati kohor, pastaj do i drejtohet gjykatës. Ishte 2028 afati kohor, u shty, u bë 2027 dhe vazhdon akoma dosja në ATP. E bukur gjithë kësaj historie është që paralelisht me gjithë këto procese që unë po flas, dhe si fisim edhe disa fisë tjera, kemi vazhduar procese gjyqësore me dokumenta të trajtimet në ATP gjitha këto, një zotëri tjetër vjen dhe pretendon që kjo prona është e imja. Dhe ai bazohet në disa varreza që aty janë në borën e shtëpisë të parëve tonë, janë disa varreza të vjetra me shkrim arabe. Kanë qenë, sepse tani ato janë të dëmtuara, se mbas viteve 90 ato varrezat janë hap natën edhe janë dëmtuar. Ai ka ardhur dhe ka pretenduar që këto varrezat janë të mijat. Në bazë ligjore nuk ka zero bazën ligjore për të pretenduar ato varreza, sepse ne gjithmonë kemi ditë që ato janë varreza të pazot, edhe kemi respektuar si varreza të pazot, për ne varreza është e shenjtë edhe do të thënë është shumë shpirtërore kjo gjë dhe realisht nuk kam dëgjuar nga pleshtë e shtëpisë që ato varrezat kanë qenë gjithmonë shumë të respektuara, madje ata i kanë pas rrethuar që mos i dëmtonin mbakësitë gjitha këto. Zotëria në fjalë që Fatmir Shpellzaj ka qenë drejtori i hipotekës Malësisë Madhe dhe kryetari i partisë LSI-s, më vonë Partia e Lirisë në Malësinë e Madhe. Normalisht influenca e tij ka qenë goxha e madhe, ka pasur edhe ndihmën e botës krimit në Shkodër.
ju dini se sa influencë ka pas bota e krimit dhe sa vazhdon të ketë në Shkodër, ai ka pas mbështetjen e bardhët planit, e din gjithë Shkodra, e din gjithë malësia madhe, se në mendimin e kuj ka bërë ato dokumenta falso, që ka marrë jo vetëm pronën e fisit tim, por pronën e 4 fiseve. Ka marrë 1500 në tokë, dhe këto 1500 në tokë, ai i bazon në një testament që sipas zotërisë ja kanë lënë në një vitin 1956. Më bën shumë koincident se si ka mundësi që mbasi prona është konfiskuar në vitin 1947 dhe ne gjithë fshatarët e kemi emrin aty, të listuar, kush më shumë e kush më pak me sipërfaqe toke, asnjë nga personat që ai pretendon që i ka lënë në trashëgimi nuk është në atë listë. Si ka mundësi që këta persona që nuk ishin kur bë konfiskimi i pronës, nuk i regjistruar asnjë pronë, ju doli një pronë në 56 dhe shkon ja lënë trashëgimi këtyre. Unë nuk e di se kush ka guxuar 56-ën, por mundi që ka pronë dhe të letë trashëgimi. Basa jam unë gabim, po ka familje ku lam këshëvi unë, e di që s'kam guxuar të përmendin për atë, jo më shkojnë edhe të lejnë testamente. Vazhdoj pastaj me një vërtetim si paksi nga hipoteka e Shkodrës në vitin 1997, pas se djegja e arkiva e hipotekës Shkodrës, sepse dhe ky është një problem shumë i madh, djegja e arkivës ka dëmtuar shumë dokumenta dhe shumë dosi që ne nuk i tërheqim dot më. Si ai gjyqi që kemi fituar ka të qenë ndylymshëm, që kemi vërtetimin dhe ata kemi vendimin e gjykatës dhe është e pamundur që gjesh dosin e gjyqit sepse është djegur. Dhe ai çuditërisht shansi i madh se ka marrë këtë vendimin një ditë, një javë, diçka tillë para se digje arkiva Shkodrës. Ishte shumë koincidencë e madhe. Po që ekspertiza do nxjerrë është apo s'është i vërtet, ne kemi bërë kërkesën për akt ekspertimi nga Prokuroria e Shkodrës, dhe shpresojmë që Prokuroria e Shkodrës ta marrë shërbim dhe ta bëjë këtë akt ekspertimi. Një gjë tjetër që është shumë e rëndësishme në vendimin e gjykatës që ka ky zotëria për këtë pronën, është edhe fakti që thotë, do të thënë, një nga dokumentet që e bazohet për testamentin, sepse pretendon që testamentin ja ka lënë një stërgjyshiti bashkë me një Çole Zeneli. Ai bazohet në një jam në linjë? Po të dëgjoj, se s'dua të ndërpres. Faleminderit. Ai bazohet tek një certifikat pronësie familjes Juka. Ne të gjithë banorët e fshatit Zeu e kemi blerë pronën nga familja Juka. Po? Dhe certifikata e pronësisë familjes Juka thot, familja Juka kufizohet në linje me gurin e Çamse me Çole Zenelin. Ai ka gjetë emrin Çole Zeneli, e ka gjetë që s'ka njëri që e njeh apo dikush tjetër që mund të ketë pretenduar këtë pronë dhe ka bërë stërgjysh. Dhe ka kalkuluar gjërat sipas Terezis vet. Mendimin e krimit politikës të shtetit kalbur që ne kemi dhe po jetojmë për ditë. Tani, interesante që do të them këtu është certifikata e pronësisë thotë që familja Jukaj ka në lidhje gurin e Çam dhe Çole Zenelin. Pra prona sipas asaj certifikate, nëse është fale, prona Çole Zenelin mbaron te guri Çam dhe nga aty dhe po në veli po fillon prona Jukajve. Interesante është që guri Çam vazhdon të jetë akoma aty ekzistent edhe sot dhe është 2.03 kilometra larg nga prona që ai ka përvetësuar sot me dokumenta. Dhe këtë nuk e them unë, e thot leja mjedisore e kompanisë Gener 2. Nuk po ta them unë as me një ekspert privat, as është leja mjedisore e Gener 2-shit. Tani mua më bën shumë çudi se si ka mundësi që kjo prona që ka zhvendos se i biti zhvendos 3 kilometra, është do të thënë, ajo kishte në perëndim gurin e Çam dhe tani i bie që perëndimi i saj është një 3 kilometra nga guri i Çam. Po. Mbas gjithë këtyre falsifikimeve që ka bërë zotëria, ka gjetë bashkëpunim me firmën Gener 2 dhe kanë vendosur të zhvillojnë një resort në Baksfjord. Në momentin që ne kemi dëgjuar që kompania Gener 2 po bën një marrëveshje me atë, sepse ne mendonim që kishim atë të pronën, mendonim që ne domethënë po prisim reagimin e shtetit për të vazhduar me pronën tonë. Në momentin që ne kemi marrë vesh që ai po bën një marrëveshje me Gener 2-shin, e kemi njoftuar kompaninë Gener 2 personalisht, i kemi shkruar dhe kemi marrë një përgjigje shumë zyrtare, shumë korrekte nga ana biznesit, po as pak njerëzore. Me idenë që ju duhet vazhdoni drejtoni në gjykat, sepse unë jam investitor dhe jo gjykat. Absolutisht komplet korrekt. Shumë bukur. Gener 2 që ka për detyrën.
Po ku bjem kundërshtim me këtë, se kur vjen zoti Ula dhe na takon neve, më vonë, thotë që unë nuk e dje që kjo prona kishte probleme. Tani problemi që ne kemi është sepse ne duam që të flasi gjykata. Ne kemi paditë se zotin Fatmir Shpellza në gjykatë dhe kemi kërkuar nga gjykata, nga Agjencia e Trajtimit të Pronave që të kthehet pronë te pronari real. Dhe ajo që ne presim është që gjykata administrative të bllokoj lejen e ndërtimit, të bëjë një sigurim pa dije për momentin, sepse vetëm është mua më duket absurde, nuk jam juriste, por më duket absurde që një gjykat nuk respekton kolegët e vet. Ti leja të kolegun të flasë, të vendosi se kujt është e vërtet kjo prona, dhe pastaj le të zhvillohet prona. Dhe ne nuk jemi kundër zhvillimit. Ja kemi thënë dhe publikisht, ja kemi thënë dhe kur e kemi takuar ballë për ballë përfaqësuesit e kompanisë Kenor 2, ne nuk jemi kundër zhvillimit. Ajo që ne duam është të bëjë një marrëveshje e ndershme. Simbiotike. Ata të marrin përfitimin e tyre, ju vetë merrni përfitimin që ju takon. Fix, kjo është fair trade. Fair trade është. Fix. Një marrëveshje fair. Tani, unë një gjë kam që do të thënë se është e bukur fare se vendimi i gjykatës që Fatmir Shpellza ka marrë këtë pronën, i vendos atij një pronë aty, por nuk i vendos asnjë shefitar. Dhe si ka mundësi që ti ke 1500 dynëm tokë dhe nuk të njeh askush në këtë fshat, dhe pas ka ardhur nga hiçi dhe nuk pas ka asnjë shefitar. Sepse komshisë tonë nuk i kanë dhënë pronën vetëm se nuk i gjenin shefitarin që ishim neve. Det Kola është i pari jonë që ka bler tokën aty, dhe ai, edhe pse ne kemi çu vendimin e gjykatës 1996-s, që njihen në kufit e pronës së Det Kolës, gjykatësi Astrid Kalari, që sot nuk jeton më, nuk ja ka dhënë pronën. Tani, kjo gjykatësia e ka dhënë është vendim gjykate me prezumim, pra ata ti e pretendon këtë pronë dhe me qenë se pretendon askush tjetër, ne prezumojmë që është prona jote. Unë do doja shumë që të kisha një përgjigje nga gjyqtarja Vojsava Kole që ka firmosur këtë vendim gjykate, si ka mundësi që kjo shpreh që këtë pronë nuk e pretendon askush tjetër. Kjo zonë ka pyet gjykatën e Shkodrës, ka një vendim gjykate për këtë pronën, ka një proces gjyqësor që po vazhdon, sepse ka qenë kjo që i ka rënë shorti dhe për komshit tonë që janë po pra pjesë janë brenda këtij 1500 dynymshit. Dhe aty nuk ka hap gjyqin, ndërsa zoti Shpellza e ka mbyllu gjyqin brenda vitit. Ka pyet kjo natë në këtë pronë, ka një proces, ka një kush e pretendon, se tani ti thua që nuk e pretendon askush, ndërkohë që ne kemi 2 vendime gjykate dhe vazhdojmë kemi në atë se pyetja që më ka bërë shumë shpesh ka qenë po mirë ju ku ishit. Po nuk e di çfarë ndodhen gjitha gjykatat e Shqipërisë, se po ta kisha ditë që po bëj një proces gjyqësor për pronën time, do isha paraqit aty dhe do kisha kundërshtuar, do kisha paraqit faktet e mia. Ne nuk e kemi ditë. Dhe është një katraur që fillon nga ajo dhe vazhdon këtu dhe neve po na vë sot përballë policisë. Realisht familjarët tanë janë të rrezikuar. Pse? Pse janë të rrezikuar familjarët tuaj zonjë? Po janë të rrezikuar se janë për ditë aty tani si do ndihesh ti, nëse nesër dikush do të vinte te toka e gjyqit tonë, edhe do mbronte policia që të vazhdonte të punonte në tokën e gjyqit tonë. Të merr, do ndihesha të merr, nuk e se nuk më ka ndodhur. Tani unë mua më vjen shumë keq, domethënë për familjarët e mi, për gjithë bashkëtarët e mi, që shikojnë atë situatë. Më vjen shumë keq dhe më vjen shumë keq kur shikoj një kargjës të nga ata punëtorët atyre, që me paftyrsinë më të madhe të qeshin fytyrë. Më vjen shumë keq për ato policat e shtetit shqiptar, që janë të detyruar të respektojnë atë uniformën, të bëjnë detyrën, dhe i shikon që asnjëri nga ata nuk qesh, dhe fytyra e tyre është gjithmonë e vrentur, sepse e dinë në të vërtetë se ne kemi të drejtë. Se mund shkosh tani, jo që shqiptarët kanë pas dokumenta tokë, dhe ne këtë realitet e dim shumë mirë. Po, sidomos ne në veri, shumë kohë kemi mbajtur pronat me njëri tjetrin duke ditur ku e kam unë dhe ku e ke ti. Po, është e vërtet, kjo është e vërtet. Tani, ti mund të pyesësh këtë duash Velipoj dhe në Rjoll, se Rjollin e përfshin Velipoja, dhe në qoftë se dikur do dali dhe do thojë që e njohin Fatmir Shpellzën si banor këtu, se ka pas ndonjëherë të parë këtu dhe se ka pas ndonjëherë tokë aty, nuk e di, unë nuk e kam gjetë. Unë jam nusa aty, dhe kur kam filluar të interesohem për dokumentat e tokës,
kam pyetur, përveç muhabeteve të shtëpisë, kam pyetur dhe njerëz tjerë, dhe më kanë thënë absolutisht është puna vetëm e juaja, nuk ka lidhje fare. Dhe përveç këtyre, kur kam lexuar me gjitha detajet, dokumentat që ne kishim, jam traumatizuar se si ka mundësi që kjo pronë nuk është kthyer te pronari. Dhe kam marrë informacionet kush është zoti Fatmir Shpeza dhe çka ka bërë ai. Pastaj kam thënë, okay, se kësaj familjes time vërtet i pas kanë rënë qafë edhe mirë ky popull kush e komandon dhe çfarë po i bëjnë. Atë rrjollin ne kemi jetuar në Pukaradhëk, në vështirësi, kur s'kishte rrugë, kur po të di rruga në herë ta shikosh, është një zonë që knet, dhe pastaj është një mal që është shumë shkëmbor, ka këto bimë që tani janë bimë medicinale, po deri dje s'është kanë pas në vlerë, dhe jeta ka qenë shumë e vështirë. Dhe ata rrjollor kanë jetuar aty. Tani që erdhi kjo rruga, u sulën gjithë ujqrit aty, për t'ja u marrë në moment takzojnë edhe këta që shkretet me që erdhi dita se kam vujt bona të toka, takzojnë edhe ta që shkretet i herë këtë tokë, se s'është normale. Apeli jot publik zonë. Apeli im publik është që firma Gener 2 të respektoj banorët, në qoftë se do të shfrytëzoj një biznes në rrjoll, të vita zhvilloj me rrjollor. Jo me njerëz që kanë manipulu letat dhe kanë pordonu pronën aty. Pra kërkesa juaj, gjithashtu kam një apel për gjykatën e apelit të administrative të apelit. Ne kemi gjyq gjeneralës në datën 19. I bëj një thirrje publike atyre të vendoren zemër për ata binanash aty dhe t'ju japin të drejtën që takon, dhe të lejnë gjykatën të flasi mbi fakte, mbi prova se kujt është ajo pronë të vërtetë. Vetëm kaq kërkoj për momentin, vetëm këtë duam. Pra, që ti përmbledh unë për gjusit tanë, dhe ti je bindur që na dëgjojnë edhe ata që duhet na dëgjojnë. Juve kërkoni që kompania Gener 2 të bëj kontratë me rrjollorët, pra me banorët e rrjollit dhe jo me njerëz cilët prezumohen se kanë falsifikuar letra. Dhe thirrja e dytë, se nuk janë letrat e parë që kanë falsifikuar, ka dhe tjera që kanë falsifikuar, është mjeshtër këtë punë. Tani, shikoj, një këshill vllazërore, mos dil në imperativ kategorik sepse mund të hedhin gjyq për shpifje. Nuk ka problem, mund ta bëj kur të doj. Nuk flas kot. Okej, jam i bindur që nuk flet kot. Dhe thirrja e dytë është për gjykatën administrative të apelit që të bëj ose të marrë një vendim të drejtë. Po momenti kërkoj vetëm një sigurim pa dije. Ne jemi proces gjyqësor, për një sigurim pa dije, por sa kohë jemi proces gjyqësor, ai le ndërtimit të mos të pezullohet. Sa flasë gjykata që të vendoset kush është pronari i drejtë. Nuk e di se si mund të jetë tani le ndërtimi në mbi një truar që është në proces gjyqësor. Kjo është absurd, e ka firmos Belinda Balluku në datën 16 janar. Ndërkohë që duhet ishte pezulluar me kërkesën e SPAK-ut edhe këta po zvarisin në gjykatë kushtetuese me gjitha manova që po bën qeveria, ajo duhet ishte pezulluar. E mbajtën me sa duket që të bëhet sa favore të fundit në rrethin e tyre të ngushtë për përfitimet e tyre, i din vetë ata, se nuk jam unë për t'i bërë, nuk i bëj dot ato llogari, jam aq e madhe se të bëj ato llogari, i din vetë ata, ama kjo është realiteti dhe ne realisht na ka vendosur një situatë të tmeshme që jemi kthyer gjithë nga jashtë, kemi marrë kalamajt, gjithë sepse realisht është puna jonë dhe do në bëjmë deri në momentin e fundit. Këtë jo kemi thënë dhe do vazhdojmë të themi. Është puna jonë dhe do në mbrojmë. Tani s'është normale që ta kthejnë në një situatë banale, dëgjoj komente që tu ta kthejnë në çështje fetare, jo kanë qenë vota muslimane, ju thoni ta pranojnë se aty ka pas musliman, se keni qenë gjithë katolik, ose kemi thënë asnjëherë këtë gjë. Dhe besire shumë gjithë shoqërisë shqiptare të mos e besoj fare këtë gjë që ne kemi fetare. Po ta kishim pas fetare, ato varre kanë qenë në borën e shtëpisë tonë. Kanë qenë varre me shkrim arabe. Dhe ne kemi ditur që me shkrim arabe janë varre të njerëzve musliman. Dhe nuk i kemi prekur kurrë. Tani të flasim realitetin, po të kishim dashur, ne aty kemi banuar për një natë me një fadron, ato ishin zhduk. Dhe s'kishte pas gjumë këtyre. Nuk kemi dash ta bëjmë dhe se kemi menduar kur ta bëjmë. Ai zotëria që ka pas me kashmarrë vorret dhe tele dhe kapet të vorret, sepse fakti juridike ka shumë të dobta dhe kap një çështje sensitive për shoqërinë, shumë të ndjeshme si feja dhe vorri,
dhe do ta kthej këtë në çështje sentimentale, me që i pas ka pas me kash ndjeshmëri këta Varrezat, se ata sot bashkimulës të ndërtore sot mbi Varrezat e të parëve ti, me që t'jen kanë borët e të parëve ti. Ne si prekëm. Shumë pyetje e bukur. Ne si prekëm për qindra vite i lam aty. Shumë pyetje e bukur. Pse erdhi dhe ata direkt bashkimulës që të resortin aty, është absurd. Tani ne po vazhdojmë procesin në rrugë ligjore, po bëjmë edhe rezistencën tonë aty tek toka, do vazhdojmë ta bëjmë çdo ditë. Shpresojmë shumë që gjykata të flasi drejt, sepse ne s'po kërkojmë t'japja si vendim, po kërkojmë që te kolekteve ta shqyrtojnë çështjen dhe të vendosin se kujt është e drejta. Po i kërkojmë dosin padin herë e kemi depozituar në SPAK. SPAK-u ka kalu për mos kompetencën prokurorin e Shkodrës. Prokuroria e Shkodrës akoma nuk na ka dhënë një përgjigje, nuk ka dalë me një vendim, vazhdon akoma hetimet e dosjes. Është kërkuar një akt ekspertimi me ekspert topograf, që nuk është përfunduar akoma dhe nuk është dorëzuar akoma, sepse nga fakti që unë thash, unë që s'jam topografe, që s'jam as juriste, them një gjë shumë thjeshtë, në përgojnë e qam që është aty me qindra mijëra vite, nuk ka lëviz asnjëherë, s'ka mundësi që një pronë zhvendoset 3 kilometër. Në qoftë se një ekspert e firmon këtë që një pronë zhvendoset 3 kilometër, pastaj domethënë janë fakte shumë qarta që ai zotria, ai Fatmir Shpeza nuk ka pronë aty. Aty te toka jon nuk ka pronë. Aty është toka jon, është toka që ka bler 4 gjyshi jon, e ka trashëguar gjyshi dhe do ta vazhdoj ta trashëgoj dhe i mbir. Amin. Dhe këtë sa me plot bindje dhe ne nuk do dorëzohemi. Maksimumi që mund të bëja ishte që të ktheja përgjigje në mënyrë të menjëhershme dhe të thash do komunikojmë të hënën live dhe mbajta fjalën time. Shumë faleminderit. Mos harro që tru podcastin e keni jo vetëm juve të Rrjollit, po gjithë shqiptarët të cilët ndjehen të përndjekur nga shteti i tyre dhe ndjehen huaj. Shumë faleminderit. Në qoftë se juve keni qef si banor të vini apo të vi unë atje që ta bëjmë një diskutim siç duhet dhe t'u drejtojmë t'u bëjmë apel organeve, unë jam i gatshëm t'ju vi ndim pasi lloj shpenzimi, i mbuloj vetë shpenzimet e mia. Shumë faleminderit. Në qoftë se ti na ofrosh për një bashkëbisedim, ne do jemi shumë të kënaqur që ta zhvillojmë këtë bashkëbisedim. Mund të vim edhe me dokumenta që ti të shikosh. Gjitha këto që unë të thash nuk janë fjalënare, janë e zeza mbi të bardhë. Dhe mund ta bëjmë, në qoftë se do në studion tënde, në qoftë se do të vish aty në terren, ta zhvillojmë, të shikosh ku është Rrjolli, për çfarë bëhet fjalë, për çfarë pasurie të bukur natyrore dhe turistike bëhet fjalë, që janë në sulur gjithë për ta grabitur nga i cop, sepse nuk është vetëm kryesor, është kryesor që po fillon tani, janë llafet dhe për 2-3 të tjerë, dhe një gjë tjetër që ta dinë gjithë shqiptarët, ky nuk është vetëm problemi i rrjellorëve. Ky nuk është problemi vetëm i rrjellorëve, është i gjithë shqiptarëve. Dhe është i gjithë velipojagëve që ta dinë shumë mirë se në qoftë se ne arrijmë që të marrim të drejtën tonë, e kanë fituar të gjithë velipojagët drejtën e tyre të pronës, se duke qenë se ajo zonë po merr zhvillim tani, ujë mëdhej janë sulur aty dhe mbas nesh e kanë të tjerë. Zonjë, do jemi në kontakt. Të falenderoj shumë që e hapi zemrën dhe the të vërtetën tënde. Shumë faleminderit. Absolutisht që jeni të hapur këtu, po dhe unë do vi aty ta shikoj në terren se ç'a bëhet. Do të presim me gjithë qejf, me shumë kënaqësi. Dhe mikpritje malësorsh. Të falenderoj shumë e dashur dhe jetë gjatë djalit. Faleminderit. Miru të gjofshim. Mirë të gjofshim. Natë e mirë e dashur. Natë e mirë. Ciao. Të merr vlla. Na doli prap Bela. Kjo e pa fajshmja e madhe. Prandaj tha mbreti vlla që ka kërkuar 3 herë dorëheqje dhe unë i them mos ik. Pasan qenë thella këto punët. Ku do ikësh ti pa dhënë lejen e, apo në i tjetër që do dalin vazhdim, ose këto dim ne e kupton. E të mërshme vlla. Por shiko, kjo është një dramë por në Shqipëri. Madje raste të tilla mua vjen keq ta them shpesh. Në vitet e ardhshme do jenë të shumta. Dhe ata që mendojnë tani që po na dëgjojnë thonë shiko se tokat e mia i kam rregull. Mos t'jellë shumë sigurt, sepse po jepen toka me 1 euro. Kështu që ne kemi thënë edhe një herë tjetër, valla.
në kodrat e Ardenicës për shembull, në zonën tonë në nga Fieri, midis Fierit dhe Lushës, Po, kanë dalë ca pronara ne. I kanë marrë për në 90 vjet. po. Ata fshatar tanë ande mendojnë se kanë tokën e tyre ata. Vazhdojnë e punojnë. Po ndërkohë që e ka marrë tjetri. Edhe do vinë dhe ata, do vinë, këtu te ne do vinë ata, shpën, te ty do vinë ata, dhe ata. Pra, këta vlla po bëjnë një gjë, me këtë 1 euro, këta do fusin njerëzit në konflikte, zotri. Si rastin fjalë. Pra, ç'a duhet bëj një njeri tani? Pra, kur një ditë bukur, në atë që ti mendon se ke pronën tënde, mund të jesh, le të themi, në proces kyçsor, mund ta kesh me tapit vjetër, ose nuk e ke rifreskuar e gjitha me radhë, po ke pronën tënde. Ta ka lënë baba, gjyshi, e ke bler. Dhe një ditë bukur vjen dikush thotë jo, është e ime. Pra, është e dhimbshme, është e tmerrshme. Sepse në këtë jetë po të morën pronën, vetëm jetën i vjetë të marrin. Po vetëm jeta ka ngelur, se qa